5 shenja që ju keni fituar paqen e brendshme. Në fakt, shumica e njerëzve tentojnë që ta gjejnë paqen jashtë tyre, apo lumturinë. Tentojnë që ta gjejnë këtë paqe tek njerëz, situata, rrethana, resurse, ndoshta edhe para. Dhe ndoshta edhe kontrollin që tentojnë të kenë mbi realitetin e tyre, apo mbi njerëzit. Dhe mendojnë që po të kenë gjithçka në kontroll, kjo quhet paqe. Por është shumë larg së vërtetës. Sepse ideja është të keni paqe edhe kur gjithçka rreth jush është kaos. Dhe duke thënë këtë, ne kuptojmë që paqja nuk është diçka që ju e gjeni në mjedisin përreth, tek njerëzit përreth apo në situata përreth. Është diçka që ju e gjeni brenda jush. Dhe është diçka që ju e zgjidhni ta mbartni, ta mbroni me çdo kusht, me kufit tuaj të shëndetshëm dhe të mos lejoni askënd ta cënoj. Por si të keni një fëmijë të vogël që doni ta mbroni nga çdo lloj rreziku, po themi kështu. Kështu që do të ndalemi tek 5 shenja që ju mund të kuptoni nëse ju e keni vërtet e keni fituar këtë paqe të brendshme. Nëse keni më shumë se sa 3 shenja prej këtyre do të thotë që po. Nëse jo, mos u dekurajoni sepse kjo mund të jetë rruga juaj që të kuptoni se çfarë mund të bëni që të përmirësoni jetën tuaj dhe që të rifitoni këtë paqe sepse të gjithë mund ta kenë. Dhe pse jo tani? Duke filluar me shenjën numër 1. Ju i lejoni njerëzit të kenë opinionin e tyre ndaj jush. Dhe edhe në momentin që nuk ju kuptojnë, kjo nuk e prish paqen tuaj. Pra, në momentin që ju ndjeni të kish kuptuar në një situatë, në një marrëdhënie, në vend që ju të filloni dhe të ziheni dhe të keni konflikt dhe të filloni të bërtisni apo të filloni të doni patjetër të fitoni dhe të dalë e drejta juaj, në këtë moment do të thotë që ju nuk e zotëroni këtë paqe të brendshme. Por në momentin që juve nuk ju ndjen dhe thjesht i lejoni të tjerë të kenë gjykimin e tyre, sepse për ju është më e vlefshme kjo paqe e brendshme sesa thjesht të fitoni një argument, një konflikt apo një zëng, kjo do të thotë që ju keni diçka shumë më të vyer, që është kjo paqe e brendshme që nuk ju cënon dot midisi jashtëm. Shenja numër 2. Ju nuk i lejoni opinionet e të tjerëve të impaktojnë jetën tuaj dhe vetë karakterin tuaj dhe qëndësinë tuaj. Pra ju e doni veten kështu siç jeni. Ju jeni në paqe me veten kështu siç jeni, me jetën tuaj dhe nuk lejoni gjykimet e të tjerëve t'ju ndalojnë të bëni diçka që doni apo t'ju ndryshojnë ju. Nuk po them për gjykime për shembull ose thjesht këshilla apo thjesht fjalë të mira nga njerëz që ju duan vërtet të mirën. Për këtë ju mund ta kuptoni duke përdorur intuitën tuaj dhe thjesht nga marrëdhënia që keni me këtë person, por kjo gënjen ndonjëherë, kështu që thjesht dëgjoni intuitën, sepse nga jashtë ky person mund të paraqitet shumë i mirë, një person zemërgjerë dhe që do të mirën tuaj, por synimet mund të mos jenë të tilla, kështu që intuita ju ndihmon të shikoni përtej këtyre iluzioneve. Dhe në momentin që ju keni këto fjalë të mira nga njerëz që ju duan të mirën, patjetër që po, sepse ata mund të shohin diçka që ju nuk e shihni tek vetja dhe duan më të mirën për ju. Por në momentin që disa persona shikojnë që ju po ecni përpara, shikojnë që ju po bëni progres dhe nuk ju pëlqen kjo gjë sepse ata ndoshta nuk po e bëjnë këtë dhe është thjesht iluzion, ata mund ta bëjnë. Por duke qenë se janë të fokusuar tek ju, nuk po merren me jetën e tyre dhe të bëjnë këtë progres apo jo. Janë të fokusuar tek ju dhe prandaj duan të ndalojnë ju dhe mund të thonë disa gjykime, disa fjalë që mund t'ju dekurajojnë ju në rrugtimin tuaj, mund t'ju bëjnë të mos ndjeni të vlefshëm të shkoni në këtë rrugë, të bëni këtë X gjë. Dhe mira është që në momentin që ju keni këtë paqe të brendshme, këtë qetësi të brendshme, ju nuk i dëgjoni, ju i respektoni, por thjesht vazhdoni të dëgjoni intuitën tuaj në çdo gjë. Shenja numër 3. Ju nuk ofendoni më kollaj dhe gjithashtu ju nuk filloni dhe të mendoni pra të mërziteni për diçka që thatë apo që ju e dini që ishte ndoshta gjë e dur për t'u thënë dhe fillon pastaj kjo pjesa e mbimendimit, pjesa e ndjesjes së fajt, pse e thash të gjë në këtë moment, të gjitha këto nuk ju shqetësojnë më. Ju e dini që gjithçka ndodh për një arsye, ju e thatë atë gjë për një arsye, kjo gjë ndodhi për një arsye, e të tjerë të tjerë. Ju jeni në kohën dhe në momentin e duhur dhe ju thjesht e besoni këtë. Pra,
për ju është më e rëndësishme paqja juaj e brendshme, sesa të lodheni dhe të stërmendoheni dhe të stërmundoheni dhe të risillni përsëri këto momente në mendjen tuaj që t'ju tregojnë që përse kjo gjëja nuk duhet thënë apo shumë të tjera si këto. Ju e dini që ndodhi për një arsye dhe thjesht jeni në paqe me idenë që nuk i rimendoni të njëjta situata, sepse e bukur është që sa më shumë e rimendon këtë situatë, fillon dhe mendja ndoshta krijon dhe gjëra iluzion që po ky person ju mërzit, po ndoshta kjo ndodhi kështu, po ndoshta unë duka keq. Të gjitha këto mund të jenë iluzione, ndoshta asnjëra prej këtyre s'është e vërtetë. Ndoshta ky person e pëlqeu shumë atë që ju i thatë në ato moment dhe i ndryshoi jetën e tij, ndërkohë që ju rrini dhe po lodheni dhe mendoni përse e thash këtë gjë, duhet kisha thënë gjë tjetër. Ndjes për shkëputjet, por Macja e vogël ka një fiksim që pëlqen të luaj me tapat e shisheve. Edhe ka si lojën e vetë preferuar dhe gjithmonë më kërkon mua që në momentin që ju humbet një lloj tape, t'i hedh një tjetër apo t'i jap një lodër për të luajtur, është shumë e lezetshme. Ne kaluaj tani më tek shenja numër 4. Ju nuk lodheni më, që mund të lidhet edhe me shenjën numër 3, por në fakt është tema që nuk lodheni më që të shqetësoheni për të kaluarën apo të ndiheni keq për disa gjëra që kanë ndodhur në të kaluarën dhe të doni të ndryshoni, të ndjeni këtë pendesën fajin dhe kjo mund të mbaj pas shumë njerëz, sepse është unë e them gjithnjë është njësoj si kur tesi me kokën mbrapa dhe ju nuk po shikoni përpara dhe mund të përplaseni dhe ose thjesht nuk po shikoni rrugtimin, sepse gjithnjë ju po jetoni në të kaluarën. Mendja është vërtet shumë interesante dhe në momentin që ne, jo më kot vizualizimi është dorë me një shumë i rëndësishëm në momentin që ne manifestojmë. Në momentin që ne shohim diçka në mendjen tonë, si puna e një filmi, dhe mund të jenë edhe këto kujtime, mendja gënjehet dhe nuk e di që kjo që ne po shohim nuk është këtu në realitet. Dhe në fakt mendon që është aty. Dhe kështu lind edhe shpreha që po jetoni në të kaluarën. Apo po jetoni në të ardhmen, pra dhe ana tjetër që ka shumë njerëz që friksohen se çfarë ardhmja mbart për ta. Kjo gjithashtu është një iluzion dhe është vërtet shumë e çuditshme se si njerëzit domethënë operojnë në këtë lloj mënyre. Por është të thuash, ky është limitimi që trupi ynë mbart, që i shikon gjërat në një mënyrë lineare, që e kaluara ka kaluar, ne jemi në të tashmen dhe e ardhmja na pret. Ndërkohë që gjithçka ndodh në të njëjtin moment. Sepse në momentin që ju e shihni këtë kujtim të së kaluarës, ai po ndodh tani apo jo? Ju e shihni dhe ju jo më kot thuhet që jeton në të kaluarën sepse ju po e shihni këtë gjë të kaluarës tani. Dhe ju nuk jeni këtu në moment, jeni komplet fokusuar tek ajo gjëja e të kaluarës. Kështu mund ta shikoni. Dhe në momentin që ju friksoheni nga diçka që nuk ka ndodhur ende, por ju ndoshta dhe po e krijoni vetë, sepse të ardhmen ju keni mundësinë të zgjidhni ndoshta ndërmjet opsioneve të ndryshme, se çfarë ju doni të aktualizoni këtu dhe tani, atëherë ju mund të zgjidhni diçka, të manifestoni diçka që vërtet është e frikshme dhe vërtet për shembull është shqetësuese për ju. Pse? Sepse ju po e mendoni tani. Por nga i dini ju që për shembull çfarë lloj forci që të besoni, ka në plan për ju gjëra shumë herë më të bukura, shumë herë më të mira për jetën tuaj. Përse të shqetësoheni më kot? Kjo është ideja. Pra në momentin që ju keni paqen, do të thotë që ju jetoni në të tashmen e përjetshme, në të tashmen e bukur, në të tashmen ku çdo gjë është e mundur, dhe ku ju mund të zgjidhni çfarë të mbartni, çfarë ngjyre të vishni, çfarë emocioni të përjetoni këtu dhe tani, çfarë eksperience të bëni këtu dhe tani, të aktualizoni tani. Kjo do të thotë që ju nuk shqetësoheni për të shkuarën, nuk friksoheni nga e ardhmja dhe jeni këtu dhe tani plotësisht e shijoni këtë moment. Dhe shenja numër 5, që është një shenjë shumë e bukur, tregon që ju e keni fituar këtë paqe në momentin që ju ngriheni në mëngjes dhe jeni mirënjohës. Do thoni ju për çfarë ti je mirënjohës? Jeni mirënjohës për asgjë, thjesht jeni mirënjohës. Pra thjesht keni këtë ndjesinë e mirënjohjes. Dhe më pas mund të vinë në mendjen tuaj gjëra se pse ju jeni mirënjohës, për shembull, që u zgjova në mëngjes, që po jetoj, për këtë ditë kaq të bukur, për diellin e bukur, për motin e këndshëm, për
njerëzit e mirë që unë kam në jetën time, për miqtë e mi, për shembull, kafshë shtëpiake që mund të jenë miqtë tuaj më të mirë, mund të jenë shpirti juaj binjak në një formë. Po, ndodh që kafshët tuaja shtëpiake të jenë shpirti juaj binjak. Dhe ndonjëherë mund të ndjeni më shumë dashuri për tyre se sa për njerëzve përreth, ose ndoshta gjithmonë. Të ndjeni thjesht të lumtur këtu dhe tani, të ndjeni mirënjohës këtu dhe tani, pa shkak. Të ndjeni në paqe këtu dhe tani. Kjo do të thotë që ju vërtet e keni fituar të ndjesi paqeje, sepse siç e tham në fillim, nuk vjen nga asnjë gjë e jashtme, por nuk ka ndonjë shkak. Pra thjesht është një ndjesi që ju zgjidhni ta përjetoni. Dhe kjo ndjesi, në momentin që nuk lidhet me një shkak, është e përjetshme. Sepse në momentin që lidhet me diçka, sigurisht që ju mund të përjetoni ndjesi paqeje të lidhur me diçka tjetër. Por në momentin që kjo gjë nuk ekziston më në jetën tuaj, në momentin që kjo gjë ndryshon formë, në momentin që ju përjetoni diçka tjetër apo keni marrëdhënie me diçka tjetër, kjo ndjesi paqe shkëputet me të. Pa ishte si një kontratë që ju kishit bashkë për kaq kohë sa ishit bashkë, por tani mos është më, sepse ju e gjetët këtë, si të thuash, po më vjen një shembull tani. Ju prodhoni këpuc, po më një shembull kot. Dhe lëndën e parë ju e merrni nga ky X person. Kjo lëndë e parë është paqja. Dhe ju jeni të lumtur sepse nëpërmjet këtij bashkëpunimi ju merrni atë çfarë ju dëshironi, ndoshta edhe pala tjetër me atë që dëshiron dhe i nevojitet. Por në momentin që ju shkëputeni, ju ngeleni me atë që ishit në fillim dhe personi tjetër ngelet me atë që ishte në fillim. Dhe ndoshta nuk e keni më këtë ndjesinë që patët së bashku. Dhe kjo mund të jetë në marrëdhënie, në shoqëri, në situata, në punë, në mjedise të ndryshme, pra ju e lidhni paqen me diçka që nuk është e përjetshme. Dhe kësaj dhe kjo ndjesi nuk është e përjetshme. Por kur e lidhni paqen pa shkak dhe e gjeni së brendshmi, atëherë kjo gjë ngelet për ju deri në përjetësi. Është ndjesia juaj, është dhurata juaj dhe gjëja më e vjetër që mund të keni. Që nuk ju acenojnë dot të tjerët, sepse jam e bindur, çdo kush për diçka të vlefshme e mbron sido që të jetë. Jam e bindur për këtë. Do doja shumë të dija se sa për këtyre shenjave rezonuan me ju, ndoshta ju mund të dini shenja të tjera, ndoshta ju mund të keni eksperiencë ndryshe. Do doja shumë të njiesha me eksperiencën tuaj, opinionin tuaj në komente dhe a e keni ju ndjesinë e paqes? Nëse po, kjo është e mrekullueshme. Nëse jo, çfarë mund të bëni ju që ta ndryshoni? Pra, çfarë inspirimi ju erdhi në këto momente që ju të filloni të ndryshoni që sot? Sepse ne tham koha e dur është tani, nuk ka pse ta lini për një moment të dytë. Faleminderit, shpresoj që kjo video të kenë ndihmuar në rrugtimin tuaj. Jam këtu për ju për çdo gjë që të keni. Dhe sigurisht që tani më mund të më gjeni dhe në website, është shumë herë më e thjeshtë për të lidhur së bashku dhe për të gjetur se çfarë juve ju rezonon në website, diçka që juve mund t'ju ndihmojë në rrugtimin tuaj, e cila është ushqyer dhe krijuar me shumë dashuri për ju. Dhe thënë kjo, shumë faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.